Udhëheqësit e NATO-s vendosën që të rrisin me 5% të prodhimit të brendshëm bruto shpenzimet për mbrojtjen dhe sigurinë deri në vitin 2035, duke përmbushur kështu kërkesën e bërë nga presidenti amerikan Donald Trump për një rritje të tillë. Deklarata e aleancës e nënshkruar në samitin e NATO-s në Hag thotë se anëtarët do të paraqesin plane vjetore që vërtetojnë një rrugë të besueshme dhe graduale për të arritur këtë objektiv me një shqyrtim më gjithëpërfshirës të progresit të bërë në vitin 2029. Deklarata me 5 pika përfshin gjithashtu një rresht që riafirmon angazhimin e palëkundur të 32 vendeve për mbrojtjen kolektive, siç përcaktohet në nenin 5 të Traktatit të Washingtonit, se një sulm ndaj njërit është një sulm ndaj të gjithëve. Dokumenti përfshin një rresht që premton mbështetje të mëtejshme për Ukrainën dhe vëren se siguria e saj kontribuon në sigurinë e aleancës, por nuk dënon drejt për drejt Rusinë. Megjithatë, ai përfshin një rresht të veçantë mbi kërcënimin afatgjat që paraqet Rusia për sigurinë euroatlantike. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte pranoi se nuk ishte e lehtë për vendet europiane dhe Kanadan të gjenin paratë shtesë, por tha se ishte jetike ta bënin këtë. Ekziston bindje absolute me kolegët e mi në Tryez se duke pasur parasysh këtë kërcënim nga rusët, duke pasur parasysh situatën e sigurisë ndërkombëtare, nuk ka alternativë, u tha ish kryeministri holandez gazetarëve në qytetin e tij të lindjes Hag. Objektivi i ri i shpenzimeve që do të arrihet gjatë 10 viteve të ardhshme është një arritje me vlerë $100 miliarda në vit nga objektivi aktual prej 2% të prodhimit të brendshëm bruto. Vendet anëtare të NATO-s do të shpenzojnë 3.5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen thelbësore, siç janë trupat dhe armët, dhe 1.5% për masa më të gjëra të lidhura me mbrojtjen, siç janë siguria kibernetike, mbrojtja e tubacioneve dhe përshtatja e rrugëve dhe urave për të përballuar automjetet e rënda ushtarake.